Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Pallati i Sportit Çazim Dervishi i Shkodrës në transmetimin e ndeshjes voleybollit për meshkuj. Është Superliga e voleybollit për meshkuj, faza para play-off të Vllaznia Tirana që luan sot. Ndeshja e parë në kryeqytet e fituar nga skuadra bardhë blu me rezultatin 3-1. Tashmë jemi në setin e tretë të ndeshjes, gjendja e seteve është 0-2. Për ekipin e Tiranës ka fituar setin e parë Tirana me pike të vogla 13-25, ndërkohë ka pasur më tepër rivalitetin në setin e dytë, por gjithsesi përsëri Tirana e mbyll me fitore me shifrat 22-25. Tashmë është seti i tretë, Vllaznia Tirana për meshkuj para play-off, takimi i kthimit që vendoset kush shkon në takimet e gjysmëfinale. Vllaznia është në krahun e majtë të ekranit tuaj me kostumin e saj karakteristik kuqe blu, që kini kalon shërbimin, sulmi për Tiranën që shënon me një me numrin 10 Aguirre, futbollisti i huaj që luan për Tiranën. Tashmë shërbimi është për Aldo Kupin. 1-0 kryeson Tirana në setin e tretë, gjendja e seteve 0-2 për Tiranën. Rikthehet topi dhe pika për Vllaznin pas kësaj gjujtje me sukses të Gersi Jules. Kapiteni Vllaznis Nikolin Qafarena në shërbim për skuadrën kuqe blu. Shërbimi i fortë i tij dhe është numri 7 Visar Dheshi që finalizon duke kaluar Vllaznin në avantazh 2-1. Tirana në këtë aksion, Qafarena mjaft mirë, vazhdon të jetë në lojë topi, Lugaj. Tirana përsëri ka mundësinë ta mbyll me pikë, por vazhdon topi për Vllaznin dhe sërish për Tiranën, tjetër mundësi e bardhë bluve dhe kthen bloku i Vllaznis në Dheshën dhe Julen. 3-1 për Vllaznin. Momente të mira në këtë fillim të setit të tretë të ndeshjes. Është zgjuar Vllaznia, kapiteni Qafarena. Kalon shërbimin, sulmi për Tiranën që shënon në diagonalat i numrin 10 Aguirre, duke qenë pika më e fortë e skuadrës bardhë blu. Në shërbim Frishmi ai që shënoi për para pak momentesh Aguirre. 3 Vllaznia 2 Tirana. Gabon Aguirre, futbollisti i Tiranës, atë që bëri mirë pak më herët, e shpërdoron në këtë moment dhe 4-2 për Vllaznin. Shërbimi është për numrin 14 Gersi Jula. Shërbimi Jules nuk e pret një topin e parë, ishte pikisht kapiteni i Tiranës Hendi Kono, që merr edhe kritikat e trajnerit e tij Arben Sako. Ndërkohë që nga krahu tjetër të Vllaznia drejton Artan Kalaja dhe kolegu i tij Ermal Kraja. Sërish me Jula në shërbim. 5-2 për Vllaznin, sulmi për Tiranën. Qafarena mjaft mirë, ka prekje të rrjetës nga Vllaznia, kështu është mendimi i gjyqtarit të fushës Roland Mujo. Ndërkohë që në kull është Enri Zenullari. 5 Vllaznia, 3 Tirana. Shërbimi për Julian Talajn e Tiranës. Një ish voleybollisti Vllaznis që luan për Tiranën. Jugni ka topin e parë, pastaj Lugaj. Nuk ka prekjen rrjet dhe 5-4.
Një fillim i mirë i Vllaznis, por Tirana është futur në lojë. Dhe ka ngushtuar në 5-4 rezultatin e setit të tretë, që kryesohet nga Vllaznia, ndërkohë që me sete kryeson Tirana 2-0. Një top pa pretendime, por që përfundon nga Norgen Baruti, përfundon me pikë për Tiranën, barazim 5-5. Tekniku Kalaja nuk i beson syve, po themi në këto momente kur rezultati ishte në avantazh për Vllaznin, por tashmë shifrat janë barabarta. Aksioni për Vllaznin, Lugaj, sulmi për Tiranën, bukur Jukni, përsëri Jukni me topin e parë, Çekini për Dheshin, dhe ka shënuar Aguirre një pikë në sakrificë nga vija e dytë dhe jep avantazhin Tiranës 5-6. Shërbimi është përsëri për Julian Talajn e Tiranës. Jukni, Çekini për Dheshin, që kanë të vështirë ta bllokojnë Tiranasit. Gjutja ishte shumë e fortë. U prek për momentin nga mbrojtja Bardhi Blu, por devijoi jashtë vijave kufizuese. 6 Vllaznia, 6 Tirana. Shërbimi për Mario Lugaj. I fort ky shërbim dhe profesional. Tjetër blok cilësor i Vllaznis. Dhe kapiteni Cafarena me tentativë për ta kapur nuk arrin ta zotroj topin. Në avantazh Tirana 6-7. Norgen Baruti në shërbim për Tiranën, numri 7 i Tiranës nga voleybolistët me përvojë tek skuadra Bardhi Blu. Çekini kalon atje Verdi, por Verdi me Çekinin me një blok mjaft cilësor për Gjesti kapitanin, e barazon rezultatin në 7-7. Shërbimi për Visar Dheshin e Vllaznis. Kalon me fort. Jukni ka topin e parë, Çekini për kapitenin Cafarena, që je piken Vllaznis 8-7. Fort kjo goditje Cafarenës, e ka kapur për momentin në mbrojtja Bardhi Blu, por largohet jashtë vijave kufizuese. Në avantazh Vllaznia 8-7. Një set i tretë plot rivalitet. Përsëri Dheshi, sulmi për Tiranën. 2 pikë fotokopja të njëra tjetrës, ashtu pak qaste me parë, e zënë të pa përgatitur në mbrojtjen shkodrane, përsëri barazim 8-8. Shërbimi është për Gjesti kapitanin e Tiranës. Çekini për kapitenin Cafarena. Topi vazhdon të jetë në lojë. Ka preket e rrjetës nga ka pretendime nga kampi Kuqe Blu, menduan se pika ishte atyre, po gjyqtari i fushës Roland Mujo e adreson për Tiranën. Në avantazh Tirana 8-9. Jemi në setin e tretë, ndërua shikues drejt për drejt. Po ndiqni këtë ndeshje përmes portalit Veriu Sport, i cili zakonisht për të dhënë emocionet nga Pallati i Sportit. Satim Dervishi i Shkodrës, gjendja seteve
0-2 për Tiranën. Edhe seti i tretë kryesohet nga Tirana 8-9. Shërbimi për kapitanin e Tiranës, Jukni ka topin e parë, Çekini për Çafarenen. Prekje e rrjetës të rrallë nga ana e Tiranës. Baraspesh përsëri, 9 Vllaznia, 9 Tirana. Një set plot rivalitet. Shërbimi për Vllaznin me Manuel Verdi, Enriquez. E kalon thjesht, sulmi për Tiranën dhe jashtë. Jashtë kjo gjujtje e Norgen Barutit, 10 Vllaznia, 9 Tirana. Vllaznia kërkon të rihap takimin dhe Tirana për të mbyllur 3-0. Të shohim se si do të jenë rrethanat. Kiseti të radhë nuk funksionon ngecja Tiranës. Falë dhe aftësisht Lugaj që kapi mjaft mirat e top. Enriquez, Çekini, ngecje Jules, përsëri bloku! Bloku i Vllaznisë i suksesshëm dhe pika e 12 për Vllaznin në 9 të Tiranës. Është dëmtuar paksa Gjersi Jula, shikojmë dhe mjekun Mloja, mjeku sportiv, tradita familjare e familjes Mloja, dhe të shikuar nga Arben Mloja që vazhdon të jetë aktiv, po së bashku me ty dy djemtë e tij është një treshe e fizioterapi sportive që funksionon në mënyrën më të mirë. Një 11 është hequr për momentin pika, nuk e di, po është hequr pika e Vllaznisë. Është hequr pika e Vllaznisë. Shërbimi përsëri për skuadrën kuqe-blu, Manuel Verdi, Enriquez, numri 16, sulmi për Tiranën dhe super blok i Vllaznisë funksionon përsëri. Ndonë si paksa shkurtër Çekini, duke kombinuar me Julen, fitojnë pikën e 12 ndaj 9 të Tiranës. Sërishmi Enriquez për Tiranën në shërbim. Tirana në këtë sulm që finalizohet e mjaft mirë nga Fabio Hoxha, i aktivizuar në këtë moment në lojë për Tiranën. Ndrim tek Vllaznia, largohet Enriquez, i kthehet në fushë Endri Jukni. Jukni, Çekini për Çafarenen, përsëri Çekini dhe përsëri për Çafarenen. Çekini tashmë për Lugajn që shënon me një diagonale të një gjuhëtje zuar e këtij djaloshit të talentuar që po rritet nga ndeshja në ndeshje. Falë dhe besimit që po jep trajneri Artan Kalaja. 13 Vllaznia, 10 Tirana. Shërbimi për Fation Çekinin e Vllaznisë. Në topin dhe pikën futbollisti i huaj Oziel Aguirre për Tiranën. Pika 11 për Bardhëblut ndaj 13 të Vllaznisë. Shërbimi është për Aldo Kupin e Tiranës. Jukni nuk vërsohet. Do pik. Tu pamë dhe njoftimin e gjyqtarit, që Siloja vazhdon. Lugaj
Por Tirana ja kap të shotim të fort dhe shënon Vllaznia 14, Vllaznia 12. Tirana luhet seti i 3, gjendja e seteve 0-2 për Tiranën. Ajo e setit e 3 14-12 për Tiranën, për Vllaznin, më falni. Throson Vllaznia, por shënon përsëri ai në më të mirën të fush për ekipin bardhë blu. Aguirre e ngushton diferencën e Vllaznis në avantazh 14-13. Diçka pretendon Vllaznia për rjeshtimin. Për rjeshtimin ka diçka si pretendojnë për një faul. Gjyhtari po konsultohet me tavolinin qendrore. Trajneri i Tiranës Arben Sako pretendon se gjithçka okay, nuk është faul. Vllaznia pretendon të kundërtën. Pika e është Tiranës. Shërbimi për Aguirre, për Tiranës dhe shpërdoron. 2 shpërdorime të kësaj natyre nga shërbimi. 15 Vllaznia, 13 Tirana përsëri në rrim tek Vllaznia largohet për momentin. Largohet Jukni. Shërbimi është për Julen. Shëton fort kapitani për Tiranën dhe pas rrëshqitjes në blokun e Vllaznis shënon pikën e 14 ndaj 15 Vllaznis. Kujtojmë të nderuar shikues se jemi drejt për drejt nga pallati i sportit Qazim Dervishi i Shkodrës përmes portalit Veriu Sport. Seti i 3, gjendja e pikeve 15-14 për Vllaznin, por të shpërt Tirana barazon në 15-15 me setin e 3, ndërkohë që me sete kryeson Tirana 0-2. Shërbimi për Julian Talajn e Tiranës. Kini për Lugajn, që këtë radhë shpërdoron. Sa i pak në aqur, trajneri Ertan Kalaja për këtë shutim të humbur të Lugajt që i jep mundësi Tiranës të marrë avantazhin dhe shërishmi shërbimi për Julian Talajn e Tiranës. Tafarena Cekini. Tirana bukur Tafarena, por ka prekje të rjetës nga Vllaznia, e pranon edhe volejbolisti Kuqiblu Verdi. 15 Vllaznia, 17 Tirana. Pushimi i kërkuar nga trajneri i Vllaznis Artan Kalaja me të drejt, ku shikon që skuadra tje është në dizavantazh dhe pikët ashtu përshkojnë drejt mbylljes setit. Kujtojmë që kjo është ndeshja e dytë e turit para play-off. Vllaznia Tirana, ndërkohë që ndeshja e parë i luajtur me 1 prill në kryeqytet është fituar nga Tirana 3-1, përkatësisht me sete. Seti i parë i Vllaznis 18-25. Pastaj 3 radhat për Tiranën, 25-22, 25-10 dhe 25-15. Dhe se fiton Tirana sot, kalon në play-off për të ndeshur me Skënderbeu në gjysmën finale. Nëse fiton Vllaznia sot, do të kemi ndeshje të tretë. Shërbimi për Julajn, Jukni për Vllaznin dhe Reshi shënon pikën e 16 për Vllaznin. Vllaznia në këtë ndeshje ka këtë përbërje në protokoll, është e Gledis Dhoshi,
Sead Durro, Endri Ukni, Visar Dheshi, Mario Lugaj, Viktor Bashdari, Fation Cekini, Enid Daniku, kapiteni i skuadrës Nikolin Qafarena, Gersi Jula, Manuel Verdi, Enrigues, Arua de Faria, dy vëllëbëllës të huaj, Gentian Curraj dhe Gilman Talani, trajner janë Atan Kalaja dhe Ermal Karaja. Loshi, numri 1 i Vllaznis, Gledis Loshi kalon shërbimin dhe Tirana shënon. 18 Tirana, 16 Vllaznia. Tirana ka në protokoll këto voleybollistë është Regis Shehi, Hendi Kono, kapiteni i skuadrës, Julian Talaj, Gesti kapitani, Fabio Hoxha, Edien Lila, Norgen Baruti, Emilian Gjabrahimi, Denis Demko, Ozel Oguire, Aldo Kupi, Ergi Prendi, Klodian Ferhati dhe Geri Stafa. Trajneri i ekipit të Tiranës është Arben Sako, skuadra të cilit sapo shënoi pikin e 19 ndaj 16 të Vllaznis. Në një takim që po gjykohet nga arbitri i kullës Enri Zenullari dhe arbitri i fushës Roland Mujo. Shërbimi për Norgen Barutin e Tiranës. Ka gabuar, ka shënuar drejt për drejt nga shërbimi ku që blut bënduan se do të ishte jashtë vijave kufizuese, për ka prekur vijen dhe kur preket vija është pik e vlefshme. 20 Tirana, 16 Vllaznia dhe shpërdoron Baruti. Një pikë e shënuar direkt nga shërbimi, një e humbur direkt nga shërbimi. Bilanci është 1-1 për këtë vëllëbës në këto momente, por rezultati është Vllaznia 17, Tirana 20, seti 3. Gjendja e seteve 0-2 për Tiranën. Gabon nga shërbimi Visar Dheshi dhe rritet avantazhi i bardhë bluve 17-21. Në lojë është Talani, largohet Dheshi. Numri Enit Daniku në loj. Dhoshi kombinoi mjaft mirë me Qafarenën për Tirana, e shfrytëzon të kthyer në pikë. Do të pika vendimtare kjo për atmosferën e skuadrës dhe për marrjen e këtij seti ku kryeson Tirana me shifrat 17-22. Pushim tjetër i kërkuar nga trajneri i Vllaznis Artan Kalaja. Pushimi i dytë i tij ka konsumuar të dy shërbimet. Vllaznia, e cila ka kuotën e 17 pikeve, Tirana 22 dhe po shkon drejt një fitore të pastër 3-0, duke përshtritur suksesin e Tiranës, që në fakt në shtëpi ka fituar 3-1, por sot po shkon drejt një fitore 3-0 dhe do të kualifikohet në turnin play-off, sepse kjo ndeshje është vlefshme për para play-off dhe sipas kalendarit do të luajë në gjysmëfinale me Skënderbeu, ndërkohë që Partizani pret fituesin, skuadrën e kualifikuar nga çifti tjetër Studenti Teuta. Shërbimi për Tiranën, Jukni, Dhoshi, kalon thjesht Vllaznia dhe shënon. Ndoshta një pikë shprese, një pikë pse jo dhe kthese, ndoshta sepse voleybolli të ndëruar shikuesi ka brenda të papriturat. 4 pikë plus Tirana, 18-22. Shërbimi është për Verdi Enrigues. Tirana në këtë sulm që nuk fal numri 10 Oziel Aguirre, ndër më të mirët për skuadrën Tiranës në këtë ndeshje. 23 Tirana, 18 Vllaznia dhe 2 pikë i duhen Tiranës
për të udhëtuar në kryeqytet me fitore 3-0 dhe e kualifikuar në gjysmëfinale. Dhoshi përse Vaznia nuk e shfrytëzon si duhet të sulm. Dhoshi për Qafarenen që shënon pikën e 19 ndaj 23 të Tiranës. Ndërim tek Vaznia në lojë dyshja Çekini Lugaj do të largohen dhe Farja dhe Gledis Loshi. Shërbimi është për Vaznin dhe është pikërisht për pasuesin Fation Çekini. Kalon shërbimin, sulmi për Tiranën, shënon Julaj, shënon Talaj, në fani për Tiranën, 24 Tirana, 19 Vaznia. Aldo Kupi për Tiranën, shërbimi për pikën e fundit, nëse e realizohet jo pikë, mbyllet ndeshja 0-3 për Tiranën, dhe Tirana fiton dhe kualifikohet në gjysmëfinale. Aldo Kupi nga shërbimi. Qafarena, Jukni, Luga e kalon. Sulmi është për Tiranën që finalizon numri 7 Norgen Baruti, pika 25 ndaj 19 të Vaznis. Tirana fiton 0-3. 2 fitore radhasi për skuadrën bardhë dhe blu, e para në kryeqytet 3-1 dhe sot në Pallatin e Sportit Kazim Dervishi të Shkodrës me shifrat 0-3 dhe Vaznia mbyll këtu konkurimin në kampionatin kombëtar të Superligës sezoni 2024-2025 duke u eliminuar në fazën para play-off. Të ndëruar shikues, këtu mbyllim transmetimin tonë të drejt për drejt nga Pallati i Sportit Kazim Dervishi i Shkodrës, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit. Ju përshëndes për vëmendjen që dërguat në ndjekjen e kësaj ndeshje dhe ju lë takim në të tjera evente sportive nga qyteti në qytetin e Shkodrës. Deri atëherë, miru pafshim.